Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Florie Konjuhi. Për të informuar për lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të na ndiqni edhe në kanalin zyrtar të Koha Vizionit në YouTube. Mos harroni, klikoni butonin subscribe. Nënshkruaje kontratën vjetore ideal ose Olympic me Telkos dhe përfito 3 GB ose 5 GB falas nga Via e SIM. Telkos, dashni në udhtim të parë. PD-ja publikon emrat e kandidatëve për kryetar të komunave që kanë shpenzuar në rrjetet sociale. Urani Ismaili kryeson listën e shpenzimeve me mbi 6.000 euro. PZAP-ja dënon me 2.000 euro vetëvendosje në shtime pasi e shfrytëzoi me qëllime zgjedhore faqen zyrtare të komunës. E me 500 euro dënohet edhe PDK-ja. Për urot rruga ndërkufitare Gorozhup Pogaj, kryeministri në detyrë Albin Kurti e quan të rëndësishme këtë rrugë si për banorët, ashtu edhe për turizmin. Përshëndetje të nderuar shikues. Instituti Demokratik i Kosovës ka publikuar disa të dhëna të cilat tregojnë shifrat e shpenzuara nga kandidatët për kryetar të komunave në rrjetet sociale për reklama online. Sipas KDI-s, për 3 javë fushat, 51 nga 206 kandidatë për kryetar të komunave kanë shpenzuar rreth 25.000 euro për reklama online. Në këtë listë prin kandidati për kryetar të komunës së Prishtinës, Urani Ismaili, me 6.318 euro të shpenzuara. Sipas të dhënave të KDI-s, pas Ismailit renditet kandidati për komunën e Gjilanit, Alban Hyseni, me 2.264 euro. Ndërsa e treta është kandidatja e Partisë Social-Demokrate për Prishtinë, Besa Shahini, me 1.818 euro të shpenzuara. Kryetari aktual i Prishtinës Përparim Rama, deri më tani ka shpenzuar 1.593 euro për reklama online. Lëvizja vetëvendosje në shtime është gjobitur me 2.000 euro gjob nga PZAP-ja pas ankesës së PDK-s kundër kandidatit të VV-s Qemail Aliu për kryetar të kësaj komune. PZAP-ja ka vërtetuar se Aliu ka përdorur faqen zyrtare të komunës në Facebook për qëllime elektorale. Aty theksohet edhe se në postimin oficial janë shpërndar foto dhe slogani kandidatit për kryetar të shtimes. PZAP-ja ka dënuar me 1.000 euro gjob kandidatin e pavarur për Dragash Nejmedin Sejdilar. PZAP-ja ka dënuar me 500 euro gjob Partinë Demokratike të Kosovës pas ankesës së LVV se kandidati i kësaj partie Ilirik Musliu ka vendosur material reklamues zgjedhor në udhkryqjen mes rrugës B dhe rrugës Enver Maloku. Me 800 euro gjob janë dënuar edhe lista serbe si dhe Novolice Narodna Pravda. Është përuruar rruga ndërkufitare Gorozhup Pogaj në kuadër të marrëveshjeve të nënshkruara mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në përurim ishin kryeministri në detyrë Albin Kurti, ushtruesi i detyrës ministri i infrastrukturës Hysén Durmishi, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj, prefekti i Qarkut Kukës Dritan Baji, kryetari i Bashkisë Has Miftar Dauti, si dhe deputetët të dyja kuvendeve. Kurti ka quajtur të jetë rëndësishme këtë rrugë si për banorët ashtu dhe për turizmin malor e kulturor. Ai ka thënë se kjo rrugë u bën në vlerë prej afro 1 milion eurosh. Kryetari i Bashkisë Has, Miftar Dauti, ka theksuar se Hasi ka plotësuar ëndrrën disa vjeçare, bashkimin e trojeve hasian.